Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit nga jeta e Selin Bollatit dhe Gretës. Selina dhe Greta vazhdojnë të kenë një marrëdhënie të jashtëzakonshme të dyja, domethënë dy kunata që kanë një raport më shumë se shoqe, do ta thoja. Selina ditën e djeshme ka qenë shumë e angazhuar, ka patur siç duket një set apo ndoshta një xhirim të vogël, pasi që ka përdorur make-upin profesional. Nuk ka patur një reklam që Selina mund të jetë e ftuar në ndonjë emision, por siç duket ka patur një mini xhirim. Dhe gjatë rrugës teksa ka shkuar tek vendi për të përfunduar misionet e saj për ditën e djeshme, Selina, në atë stresin e madh dhe në këtë vapën e çmendur që na ka kapluar, ndau momente edhe nga Greta që është në raporte jashtëzakonisht të bukura me DJ Onon. Tani, çfarë po ndodh në jetën e Selin? Selin që në momentin kur ka përfunduar Big Brotherin, nuk është se i ka marrë gjërat me shumë vrull, vendosi një herë që t'i jep qetësinë dhe të merr energjitë e bukura nga të bukurat që të dhuron Big Brotheri, nga përditshmëria, nga jeta, nga pushimet, nga momentet me Gimbon, i dhuruan pak kohë njëri tjetrit që ta njohin pak më mirë, ta jetojnë pak më mirë njëri tjetrin dhe të kënaqen në krahët e njëri tjetrit. Iku për Kosovë tek vjera e saj, domethënë Selina po qetëson shpirtin e vet. Pyetja më e madhe është kjo: a do të ketë një fejes, a do të ketë një dasëm, ashtu siç ne mendojmë, mes Gimbos dhe Selin? Domethënë kjo është pyetja që më bëhet më së shumti. Duke e njohur traditën e Kosovës, shqiptarët e Kosovës, dhe duke e ditur gëzimin e një nënës pas gjithë atyre vajzave me këtë djalë hastret, si i thonë në Kosovë, unë jam i bindur që Selina dhe Gimbo do të bëjnë një dasëm jashtëzakonisht të bukur, ku do të përfshihet tradita, kultura, por edhe modernja. Nga informacionet që kam unë, do me thënë do jetë një fejesë e bukur, por fejesa me patjetër nuk do të bëhet pa prezencën e babait të Selinës. Selina shkoi e takoi babain e saj, por siç duket zotëria toni ka kontratat në shkruara në Afrikë dhe nuk mund të kthehet menjëherë në Shqipëri. Në momentin që babai i Selinës do të kthehet në Shqipëri, do të jetë një dasëm shumë e bukur dhe një dasëm që do të artrokitet nga të gjithë shqiptarët. Domethënë Selinës po i shkojnë gjërat për së mbari, në raport me Gretën i ka punët shumë mirë dhe Greta është duke punuar për përditshmërinë e saj që të pozicionohet në media, por gjithashtu dhe Selina është duke i marrë gjërat shtruar që nga shtatori, me patjetër që do ta shohim në ekranit e televizionit Top Channel.